Një tjetër aktivitet për adhurimin vullnetar të gjakut është zhvilluar në Bashkinë e Lezhës në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Transfuzionit të Gjakut, thirrjes për të kontribuar në ndihmë të personave që kanë nevojë për gjak, ju përgjigjen punonjës administratës vendore dhe qytetarë të ndryshëm. Kryetari i Bashkisë së Lezhës Pir Ndreu dhe dhurues të tjerë e kanë vlerësuar këtë nisëm si një akt solidariteti dhe humanizmi ndaj atyre që kanë nevojë. Po normal që është një akt human, cilin duhet ta bëjnë gjithë. Unë jam dhurues i rregull, sa është e nevojshme që ose vinë, unë jam i gatshëm. Kërkoj nga gjithë punojësit dhe po bisedoj me ta që të vinë të dhuren gjak, duke dhuruar gjak shpëtojmë një jetë, kuptohet. Është një kontribut jo i vogël. Sot dhe për këtë arsye duhet të jenë gjithë të gatshëm për të kontribuar. Në fundit është detyrë gjithë secilit që një ditë të jetë në dispozicion të atyre që kanë më shumë nevojë. Po, më shumë kënaqësi u bashkëkolla kësaj nisme, është një nismë shumë e rëndësishme dhe e veçantë, do thoja, sepse shkon për nevojat të veçanta të njerëzve në tërësi. Po, nuk është hera parë që kam dhuruar gjak, kam dhuruar edhe herë tjera. E vlerësoj, domethënë si një nismë që duhet ta bëjnë gjithë sepse zgjidh probleme në raste të veçanta. Po në fakt unë jam një dhuruese e rregullt e gjakut dhe sa herë më jepet mundësia në fakt kam dhuruar dhe pas një lloj më dyshje dhe mendoj që është një nga detyrat më humane që gjithë secili prej nesh ka dhe mendoj që gjithë secili prej nesh duhet ta bëjmë pasi sado pak ne shpëtojmë jetën e dikujt tjetër që me të vërtet ka shumë nevojë për gjakun ton. Bashkia e Lezhës ka krijuar tashmë një traditë në organizimin dhe mbështetjen e aktivitete të tilla, duke konsideruar dhurimin e gjakut një moment të rëndësishëm human që shënon të sensibilizojë sa më shumë opinionin publik për rëndësinë e këtij kontributi.